Ata persona që shajnë dietarët, i thënë që këta janë dietarët e tagutit, duke qenë se dietarët të sinqertë, se ka dietarët e tagutit. Se bëhen ne, që ka dietarët të tagutit. Tagut është dhe gjë që adhurohet poshtë Allahu subhanahu wa ta'ala, apo çdo kush i cili pretendon diçka që është veçuar me të Allahu subhanahu wa ta'ala. Se dietarët e tagutit ka. Pra, kemi alimu dawla, alimu umma, edhe ai dietari që është i udhëzuar. Pa ka dietar që do të kënaqë shtetin, ka dietar që do të kënaqë popullin, dhe ka dietar që do të kënaqë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe ndjekë të vërtetën. Ekzistojnë. Çdo kush që emërton dietarët e sunetit, të cilët janë alel haq në të vërtetë, me dietarët e tagutit, do të thotë ti ti ka ndryshuar peshorja. Si ka punën në rregull. Se dallon të zezën as të bardhën. Duhet më mësu. Ka problem në tauhid? Po sigurisht diku ka problem, sepse përdesa ju kanë ngataruar çështjet të mirës i do të keqet, të keqet i do të mirë, ky ka probleme, mund të kesh shumë probleme. Dhe varet se çfarë ke për qëllim me fjalën ose në cilën pjesë të tauhidit ke për qëllim ta theksosh dobësinë e këtij personi. Por themi që ky person duhet të mësohet, duhet të jepet mësim, duhet të këshillohet. Wallahu ta'ala a'lam.